si ishte më herët Ramazani? A jemi duke shku dita ditës apo vitit ky Ramazan, me thonë kështu tradicional tek populli ynë, apo zbehet pak ajo farë aroma Ramazanit dhe kënaqësia, lezeti i Ramazanit? Padyshim që në xhamat keni edhe prej xhamatimeve moshatar të pleqt më shumë, që ndoshta ju kallëzojnë kur kanë qenë ata fëmijë si ka pas Ramazani dhe vetë ju ndoshta në familje, prindrit e juj ju tregojnë se si kanë qenë fëmijë, si kanë përjetuar Ramazanin. A mos po e humbim këtë vlerë tradicionale të përjetimit Ramazanit në kohën tonë? Natyrisht se na edhe mosha jonë është që e kemi marrin pak tradicionalen. Po në nuk deshta më thonë që jemi moshë këtu me radhë. Jo, nuk jemi edhe çast më shumë, po e kemi marrin pak. Elhamdulillah që e kemi marrin pak, se moshën pe krahasim tash para luftës dhe mas luftës. E na elhamdulillah edhe para luftës e kemi marrin se çish ka qenë se tani mas luftës ka ndryshuar kanë evolucionat. Mirë po, kur flasim për Ramazanin tradicional, të kuptohemi qartë këtu. Ramazan tradicional, nëse e kuptojmë Ramazan tradicional sipas asaj që ka vepruar pejgamberi alayhis salam, ajo është gjë tjetër, ndërsa Ramazan tradicional që flasim popullin ton, do të thotë në mënyrë lokale, çështje lokale, ka dallime, ka ndryshime. Pse ka ndryshime? Sepse përtej asaj që Ramazani tradicional nuk ka qenë i përkryer. Ta dimë edhe këto. Po. Nuk ka qenë, ka pas mungesat e veta, i ka pas mungesat e veta. Mirë po, frymarrja shpirtërore ka qenë më e theksuar. Frymarrja shpirtërore. Sikurse tash në këto Ramazanet e këtyre viteve na përjetojmë fatkeqësisht, shohim që frymarrja shpirtërore është vetëm duke u zbe. Është vetëm duke u zbe. Mund të përmbledhim disa karakteristika që sot po zbehen, për shembull, thjeshtësia dhe përmbajtja. Më herët thjeshtësia ka qenë, për shembull, nuk e kanë pas dert çka kanë me shtruan sofër. Nuk e kanë pas dert a janë përgatitur, as janë përgatitur. Tavolina e mbushur ajo. Absolutisht jo. Derti tyne ka qenë që a unë pidalin krye Ramazanit shpirtnisht. Unë pjapin hakin tamam. Hakin tamam. Do thotë po zbuten. Për shembull, karakteristikë tjetër ka qenë edhe heshtja për qëndrimi shpirtëror. Tash njerëz kur kanë hyrë në Ramazan e kanë nal fjalën, e pse kanë pas drejt me fol. Edhe pse e kanë pas ndoshta të drejtën e tyne absolute që mos me nal fjalën e tyne. S'ka pas gjë të keqe. Edhe fjalë të mira i kanë ndërprej. Heshtjen e kanë forca më pak. E kanë çujt heshtjen si një lloj adhurimit në vete. Po. Për arsye se kanë thonë kimi në agjerim tash ndoshta se kush fol shumë gabon. Po. E kanë pas gjithmonë këtë formulë parasysh, kush fol shumë gabon. Edhe ata gjithmonë kanë thonë, jo mos folim shumë se ndoshta gabojmë. Jemi agjerueshëm, ta ruajmë agjerimin. Ta rujmë të fort ashtu që është. Pastaj nga karakteristika tjera është përpara kanë pas problem mospranimi. Dhe mospranimi është shko. Jo vetë kënaqësia. Tash sikurse njerëz po hinë në agjerime, po dalin për agjerim të unë jam i agjerueshëm. Sikurse e kanë nënshkruajtur kontratën ai që u krymo. Puna e tij e agjerimit me Allahun xhaleshanu, a krymo. Do thotë ky e ka kryer agjerimin, Allahu ja ka nënshkruajtur agjerimin, është kry. Gjeneratat e mëhershme kanë 6 muaj. Janë friku, janë tut. S'po folim për ato gjeneratat që kanë qenë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po folim për gjeneratat tona. Që janë tut api pranohet agjerimi as për nuk e kanë vetë kënaq veten, me thonë mu kënaq